LSDM vlerëson se Mickoski nuk është lideri pavarur, por marionet e Beogradit. VMRO thekson se LSDM nuk di nëse është opozit në Beograd apo në Shkup. Kandidatët për kryetar Nevzat Bejta dhe Valbon Limani me aktivitetet të ndryshme në Gostivar. Rreshje intenzive të shiut në Shqipëri dhe Kosovë përmbyten zonat të gjera të banimit. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban deklaroi se Bashkimi Evropian do të shpërbëhet vetvetiu. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja në vazhdën e akuzave të ndërsjellta me njëra tjetrën. Pushtet opozit, VMRO, DPMN dhe LSDM sot do përplasën për Beogradin, gjithsesi se politika e cilës parti anon më shumë ka Serbia. LSDM akuzojnë kryeministrin se ai është marionet e Beogradit dhe për këtë thonë se ka dhe raporte dhe artikuj në mediat ndërkombëtare, ndërsa VMRO i thot kryetarit e LSDM Zvenko Filipçe se më shumë shkon të jetë në opozit në Serbi e jo në RMV, ndërsa shtojnë se ata nuk përzihen në politikat e shteteve tjera. Mickoski nuk është lideri pavarur, por marionet në ndikimin e Beogradit, që e vë vendin tonë në rrezik regresi dhe izolimi nga Evropa. Kështu e akuzoi sot LSDM-ja opozitare kryeministrin Hristijan Mickoski, duke shtuar se kjo nuk është vetëm akuzë e tyre, por se këtë e vërtetojnë edhe shumë raporte dhe artikuj të mediave ndërkombëtare. 2 ditë më parë, gjithçka ndryshoi. Arrestimi i Nicolas Maduros nga forcat amerikane çoi në akuza për narkoterrorizëm dhe pastrim parash. Vučić, i cili deri dje e vlerësonte Trumpin, tani po e sulmon drejt për drejt atë personalisht dhe përmes një programi të koordinuar special në median e tij, duke e quajtur veprimin shkatërim të së drejtës ndërkombëtare dhe ligjit i më të fortit dhe duke paralajmëruar një dyfishim të kapaciteteve ushtarake serbe për mbrojtje. Kumtesat e gjata të dërguara nga Beogradi të shkruara nga ish-këshilltari i Zaevit Bashanović me një analizë kryesisht të skenës politike në Serbi e bëjnë Venko një opozitë fuqishme në Serbi, jo në Maqedoni. Kështu u përgjigjen opozitës maqedonase nga VMRO DPMN-ja. VMRO DPMN nuk përzihet në situatat politike në Serbi dhe për ne interesi vetëm është interesi qytetarëve maqedonas, por obsesioni i Venkos me Serbin, me njoftime për shtyp të përkthyrja keq nga serbishtja, synon ta shndrojë Venko në një sheshel të vogël. Nga VMRO shtojnë se Venko me vizë të artë nga Dubai, biznese dhe llogari në Bullgari dhe mentor politik nga Serbia me Zaevin si kujdestar të tij, nuk mund të jenë e ardhmja e këtij vendit. Kandidatët për kryetar në komunën e Gostivarit kanë realizuar takime me qytetarët në kuadër të fushatës për zgjedhjet e përsëritura lokale. Kandidati i Vlenit për kryetar të komunës të Gostivarit Nevzat Bejta ka zhvilluar takim me banorët e lagjës Mllaki, ku banorët kanë përmendur se disa nga investimet e vetme të bëra më herët datojnë nga mandati i mëparshëm i Bejtës. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës të Gostivarit Valbon Limani ka vijuar aktivitetet e fushatës zgjedhore me takime të drejtpërdrejta me qytetarët dhe përfaqësues të esnafit lokal. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Gostivarit, Valbon Limani, ka vijuar aktivitetet e fushatës zgjedhore me takime të drejtpërdrejta me qytetarët dhe përfaqësues të esnafit lokal në qytetin e Gostivarit. Në bashkëbisedimet me esnafin, Limani prezantoi disa nga pikat kryesore të programit të tij zgjedhor, duke veçuar masat për nxitjen e sipërmarrjes lokale. Sipas tij, programi parashikon mbështetje financiare për të rinjt përmes 30 start-upeve me nga 60.000 denar, si dhe përkrahje për nisma biznesore të grave dhe vajzave.
Ndërkohë, kandidati i Vlenit për kryetar të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka zhvilluar takime banorët e lagjës Mllaki në kuadër të aktiviteteve të tij zgjedhore, ku ka bashkëbizetuar me qytetarët dhe ka dëgjuar shqetësimet e tyre lidhur me zhvillimin e lagjës. Sipas Bejtës, banorët kanë përmendur se disa nga investimet e vetme të bëra më herët datojnë nga mandati i mëparshëm i tij, ndërsa këto projekte nuk janë mirëmbajtur dhe janë lënë pas dore nga autoritetet komunale. Bejta deklaroi se Gostivari ka nevojë për një qasje më funksionale në menaxhimin e qytetit dhe për investime të barabarta në të gjitha lagjet. Ai theksoi se zhvillimi urban dhe përmirësimi i kushteve të jetesës duhet të jenë prioritet për administratën e ardhshme komunale. Kandidati për kryetar të komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani, ka zhvilluar takim me banorët e fshatit Gradec, ku ka mbizotruar një atmosferë ngrohtë bashkëbisedimi. Gjatë takimit të drejt për drejt, Shabani dhe qytetarët shkëmbyen ide, mendime dhe diskutuan për çështjet që prekin jetën e përditshme në vend banim, ndërsa u shpreh edhe mbështetja e sinqertë për kandidaturën e tij. Bashk me besim dhe përkushtim drejt fitores së 11 janarit, ka theksuar Shabani, duke nënvizuar rëndësinë e unitetit dhe angazhimit qytetar në procesin zgjedhor. Vlena ka akuzuar kandidatin e AKI-s për Vrapçishtin, Isen Shabani, se ka lënë komunën pa ujë. S'ka ujë, s'ka infrastrukturë, s'ka asgjë, por ka rrena dhe kontrata te noteri për t'i mashtruar banorët. Fshati Kalisht është shembull tipik këtij mashtrimi. Banorët janë revoltuar sepse u janë dhënë fjalë pafund, ndërsa rruga dhe infrastruktura bazike janë lënë në mëshirë të fatit, thuhet në një komunikat të Vlenit. Sipas tyre, Vrapçishti nuk ka nevojë për notere, tabela të rreme të Isen Shabanit, por për ujë, rrugë dhe zgjidhje reale. Vlen qëndron në krah të qytetarëve dhe thot qartë se koha e rrenave ka marrë fund, ashtu si u deshifruan gënjeshtrat e AKI-s BDI-s në të gjitha komunat, ku pësuan fiasko me 10 komuna të humbura, ashtu me 11 janar. Vlen së bashku me kandidatin e pavarur Zulhajrat Demiri do të ndalin me votë këtë mashtrues dhe do ta dërgojnë në opozit larg komunës dhe larg xhepit të qytetarëve, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Vlenit. Me një shkurt një zbatimi i plot i sistemit të qyteti i sigurt, nga Ministria e Punëve të Brendshme informuan se aktualisht po vendosen kamera shtesë të sigurisë për gjatë korridoreve 8 dhe 10. Aktualisht sistemi i qytetit i sigurt funksionon në gjithë territorin e Shkupit, ndërsa së shpejti planifikohet aktivizimi i tij edhe në Kumanov dhe Tetov. Pajisjet tashmë janë të vendosura edhe në korridoret 8 dhe 10 dhe pritet që në çdo moment të fillojë detektimi i shkeljeve në trafik edhe atje. Gjatë vitit 2026 është paraparë që sistemi të funksionojë në të gjithë territorin e shtetit. Aktualisht ndodhemi në një periudhë testuese, gjatë së cilës qytetarët marrin vetëm paralajmërime për shkeljet e trafikut. Nga data 1 shkurt 2026, sistemi do të funksionojë plotësisht dhe do të nisë sankcionimi i shkeljeve të evidentuara nga kamerat, deklaroi zëdhënësi MPB-s Goce Andrevski. Përderisa BE-ja zgjeron zonën pa roaming, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina mbeten në pritje. Ukraina dhe Moldavia, që nga 1 janari 2026 përdorin regjimin Roam Like at Home, ku qytetarët e tyre mund të flasin, dërgojnë mesazhe dhe përdorin internet pa kosto shtesë në BE. Shqipëria dhe Malizi do të bashkangjiten regjimit gjatë vitit 2026, ndërsa për Maqedoninë nuk ka ende afate të përcaktuara. Kjo pasqyron ngecje në negociatat për antarësim në BE. Regjimi Roam Like at Home ndihmon integrimin në tregun evropian dhe infrastrukturën digjitale. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se zgjerimi afron rajonin dhe mbështet biznesin dhe turizmin. Drejtoria për punë hidrometeorologjike informoi se moti në ditët në vijim do të jetë i paqëndrueshëm dhe me vranësira me rreshje të kopaskosh me shiu, ndërsa në male rreshje bore. Ndërsa në male do të ketë edhe ftohtë ditë që jetë të hënën me 12 janar, ku temperatura do të zbresin deri në -9 gradë.
Fillimi i vitit të ri do të sjellë edhe temperatura më të ulëta, kësaj të hënën më 12 janar, sipas njoftimit të drejtorisë për punë hidrometeorologjike, temperatura do të shënojë -9 gradë Celsius. Edhe pse i ftohti i ditëve të para të janarit ishte më i butë me mot më të ngrohtë, duket se nuk do të vazhdojë kështu edhe shumë gjatë. Meteorologët parashikojnë ulje të temperaturave, mot më të ftohtë dhe rreshje bore në vendet malore. Sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike, moti në ditët në vijim do të jetë i paqëndrueshëm dhe me vranësira, me rreshje të kohë pas kosh me shiu, ndërsa në male rreshje bore. Gjithashtu, DPHM theksoi se veçanërisht të shtunën sërish do të ketë rreshje lokale shiu dhe bore. Sipas parashikimeve të DPHM-s, temperaturat do të vijojnë të bien dhe deri të hënën. Si pasojë e depërtimit të ajrit të ftohtë dhe erës së fuqishme veriore, të ejten rreshje do të shndrohen në borë në zonat më të larta. Në malet e pjesës perëndimore do të formohet një shtresë rebore, ndërsa një shtresë më e vogël bore pritet edhe në zonat e ulta. Në Shkup të mërkurën, sidomos nga fundi i ditës dhe gjatë natës, paralajmërohet se do të ketë rreshje shiu të shumta mbi 25 litra për metër katror dhe do të fryjë erë fort nga drejtimi jugor. Rreshje të dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në disa qytete të Shqipërisë dhe Kosovës, duke krijuar vështirësi për banorët. Në Shqipëri situata më problematike është raportuar në Durrës, Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe Fier, ku uji ka mbuluar rrugë dhe banesa. Ndërkohë në Kosovë përmbytje janë shënuar në Gjakovra, Ovec, Drenas, Prishtinë dhe Malishev për shkak të rritjes së niveleve të lumenjave. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes pasi rreshjet pritet të vazhdojnë. Sot Shqipëria dhe Kosova janë përballur me kushte të jashtëzakonshme atmosferike për shkak të rreshjeve të dendura të shiut që kanë vazhduar pa ndërprerje gjatë ditëve të fundit. Në Shqipëri, rreshjet intenzive kanë prekur shumë rajone, duke shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në qytete dhe zona të ndryshme. Durrësi konsiderohet një nga vendet më të prekura, ku lagjet e tëra dhe rrugë janë mbuluar nga uji. Rreshjet e shiut kanë përmbytur gjithashtu qendra urbane në Lezhë, ku hyrjet e pallateve janë bllokuar dhe qytetarët po hasin vështirësi në lëvizje. Në Shkodër dhe zonat e Malësisë së Madhe, përmbytjet kanë shkaktuar dëme në banesa, rrugë dhe infrastrukturë, duke bërë situatën të rrezikshme për jetesë dhe komunikim. Instituti i Gjeoshkencave njoftoi se rajonet e tjera si Kuks, Vlorë dhe zona jugore janë gjithashtu në rrezik për përmbytje lokale për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve dhe rritjes së lumenjeve. Situata në Kosovë është po aq shqetësuese, ku rreshjet e pandërprera të shiut kanë shkaktuar vërshime në shumë komuna dhe qytete, veçanërisht në pjesën perëndimore të vendit. Lumenj dhe përrinj kanë dalë nga shtrati në zona të tilla si Gjakov, Drenas, Rahovac, Malishev, Klin dhe Deçan, duke sjellë probleme serioze për infrastrukturën dhe qarkullimin. Në shumë pjesë të Prishtinës, rreshjet e fundit kanë shkaktuar grumbullim uji në zonat urbane si Prishtina e Re, Dardania dhe Lakërisht, duke ndikuar në jetën e përditshme të banorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Si pasojë e situatës së rënduar, energjia elektrike është ndërprerë në disa komuna si Drenas, Malishev dhe Rahovec për arsye sigurie. Autoritetet kanë lëshuar paralajmërime për qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme, sidomos pranë lumenjve dhe në zonat e përmbytura. Përveç dëmeve materiale, përmbytjet kanë vështirësuar trafikun rrugor, janë krijuar pengesa në komunikacion dhe janë raportuar ndërprerje të furnizimit me shërbime bazë në disa zona. Kryeministri hungarez Viktor Orban parashikoi se Bashkimi Evropian do të shpërbëhej vetë për shkak të kaosit në udhëheqje. Ai tha se Brukseli synonte ta shkëpuste Hungarinë nga furnizimet me energji ruse. Orban holli poshtë mundësinë e largimit të Hungarisë nga BE-ja, duke thënë se vendit i mungonte madhësia për të marrë një vendim të tillë të arsyeshëm. Megjithatë, ai theksoi se ardhmja e Hungarisë qëndron brenda bllokut dhe NATO-s, por me një politikë të jashtme dhe një politikë ekonomike sovrane. Lidhur me politikën energjetike, Orban tha se Brukseli synonte ta shkëpuste Hungarinë nga furnizimet ruse me naftë dhe gaz. Hungaria ka siguruar përjashtime nga sanksionet e BE-s mbi energjinë ruse dhe mbetet shumë e varur nga nafta dhe gazi rus. Orban tha se kapja e Nicolas Maduros në Venezuelë nga presidenti shëbaz Donald Trump shënoi një epokë të re në politikën ndërkombëtare, duke pretenduar se operacioni mund t'i lejojë shëbaz të kontrollojë deri në gjysmën e rezervave të naftës në botë.
Të shtëna intenzive me armë zjarri janë regjistruar në orët e para të mëngjesit në qendrën e Karakasit, duke shkaktuar panik dhe masa të menjëhershme sigurie në zonën pranë pallatit presidencial Miraflores. Sipas raportimeve janë përdorur armë automatike dhe mitroloza kundër ajror, ndërsa të shtëna janë përqendruar në perimetrin ku ndodhet pallati presidencial. Kjo zonë është kthyer në epiqendrën e tensioneve vetëm një ditë pasi Delcy Rodriguez u betua si presidente në detyrë pas kapjes së Nicolas Maduros në një operacion ajror amerikan. Sipas informacioneve paraprake, incidenti mund të jetë shkaktuar nga prania e 2 dronave që janë vënë re duke fluturuar mbi pallatin presidencial. Ky zhvillim ka ngritur alarmin për një ndërhyrje të mundshme të re amerikane, duke detyruar forcat e sigurisë të reagojnë dhe të aktivizojnë sistemet kundër ajrore për mbrojtjen e institucioneve shtetërore. Bashkimi Evropian sot i bëri thirrje Izraelit që të lejojë UJC-t ndërkombëtare të ofrojnë ndihmë për civilët në Palestinë dhe paralajmëroi se ndihma nuk mund të arrijë shkallën e nevojshme në Gaza pa tokë. Zyrtarët e lartë të BE-s paralajmërojnë se situata humanitare në Gaza vazhdon të përkeqësohet, ndërsa kushtet e dimrit po vinë dhe agjencitë e ndihmës përballen me kufizime në aftësinë e tyre për të vepruar. Në një deklaratë të përbashkët, shefja politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas dhe komisionerët Hadia Labib dhe Dubravka Suica thanë se fëmijët ende janë jashtë shkollës, ndërsa objektet mjekësore menzli funksionojnë me staf dhe pajisje minimale. KI kërkon Izraelit të mos vazhdojë me zbatimin e një ligji që rregullon regjistrimin e organizatave jo qeveritare dhe të lejojë OJC-t ndërkombëtare të veprojnë dhe të ofrojnë ndihmë shpëtimtare për civilët në nevojë në Palestinë. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë miru pafshi.